Përshëndetje, unë jam Aldrina dhe së bashku me kolegen time Florentën kemi me bë podcastin e parë ku kemi me trajtu temën lidhja midis hardverit dhe softverit në ekzekutim. Atëherë paraprakisht në një sistem kompjuterik, hardveri dhe softweri punojnë së bashku për të kryer funksione të ndryshme. Softveri nga njëra anë përbën pjesën logjike ku jep udhëzimet, kurse hardveri nga ana tjetër përbën pjesën fizike ku çato udhëzime që jepen nga softveri merren edhe qiten në zbatim. Si ndahet softveri dhe cili është funksioni i tyre? Atëherë softveri ndahet në atë sistemor edhe aplikativ. Softveri sistemor e menaxhon burimet fizike dhe me anë të sistemit operativ i kontrollon se si programet komunikojnë me hardverin edhe i menaxhon kujtesën e tyre. Pa që softverin sistemor, atëherë nuk kishin me pas funksion hiç pjesët hardverike. Nga ana tjetër e kemi softverin aplikativ që janë programet që i përdor përdoruesi, si për shembull shfletuesit e internetit, lojrat e ndryshme, po ashtu këto varen edhe nga sistemi operativ që komunikon me hardverin. A ekzekutohet drejt për drejt nga procesori kodi i cili shkruhet nga programuesi? Jo, kodi që shkruhet nga programuesi nuk ekzekutohet drejt për drejt nga procesori, ai qitet edhe në zbatim përmes gjuhës së makinës, ku bëhet përmes 3 mekanizmave, siç janë compileri, interpretuesi edhe JIT. A mundesh më na bëni përmbledhje të hardverit të funksionit të tij? Atëherë së pari e kemi CPU-n që ndryshe quhet edhe si procesore, ku është njësia kryesore që ekzekuton instruksione duke përdorur ciklin fetch decode execute. Pastaj e kemi RAM-in që është memorie e përkohshme edhe shumë e shpejtë. Me radhë kemi diskun SSD që përmban të dhënat që i ruan në mënyrë afatgjate dhe me shpejtësi shumë të lartë. Kemi GPU-n që është kartela grafike, përdoret për grafik edhe për punim paralel dhe krejt në fund i kemi pajisjet hyrëse edhe dalëse që komunikojnë përmes driverave. A na tregon hap pas hapi ekzekutimin e programeve dhe të driverave? Atëherë së pari i kemi ngarkimin e programit, ku sistemi operativ e gjen programin në disk edhe e vendos atë në RAM. Së dytja e kemi ekzekutimin nga CPU-ja, ku CPU-ja i lexon edhe i zbaton instruksionet nga RAM-i dhe përfshin llogaritjet, vendime logjike, po ashtu edhe komunikimin me pajisjet e jashtme. Dhe krejt në fund i kemi driverat që funksionojnë si ndërmjetës, që lejojnë komunikimin midis sistemit operativ dhe atyre pajisjeve të jashtme hardverike. Atëherë përshëndetje, jemi me pjesën e dytë të podcastit me temën formate të dhënave në kompjuter. Atëherë të gjithë kompjuterët, pavarësisht sistemit operativ të tyre dhe gjuhës programuese që përdoren, ata përdorin formate të caktuara të ruajtjes dhe të paraqitjes të së dhënave në kompjuter. Disa nga format e zakonshme janë si Unicode, ASCII dhe Binary Code. Çka përfshin binary code? Binary code është ndër sistemet e para të kodimit të simboleve me 6 bet, ku u përdor nga IBM në vitet 1950-1960 dhe formati binar pra është forma kryesore e ruajtjes të së dhënave në kompjuter, e cila bëhet përmes të simboleve 0 dhe 1, të cilat i quajmë bite. A i mjaftojnë 6 bet për përfshirjen gjitha shkronjave dhe simboleve? Jo, nuk mjaftojnë 6 bet dhe për këtë arsye në vitin 1964 është zgjeruar binary code dhe është bërë në 8 bet, ku ishte ndër kodet e para që përfshinte domethënë shkronjat e mëdha, shkronjat e vogla dhe simbolet të veçanta. Për çka përdorim ASCII code? ASCII është një kod standard i cili përdoret për paraqitjen e karaktereve të gjuhës angleze. ASCII përdor 7 bet për paraqitjen e një karaktere, ndërsa ASCII zgjeruar përdor 8 bet. Në ASCII përfshihen shkronjat e mëdha, shkronjat e vogla, numrat nga 0 deri në 9, simbolet e veçanta dhe karakteret kontrolluese. A mundesh me bëni një përmbledhje të mangësive të ASCII-s? ASCII ka mangësi të shumta pasi që ai nuk mund të përdoret për të gjitha gjuhët e botës, pra nuk është universal. ASCII përmban vetëm 128 karaktere, për këtë arsye ka lindur nevoja që të bëhet një unifikim i një standardi ku përdoren në të gjithë botën dhe është formuar Unicode, i cili për dallim nga ASCII përmban 140.000 karaktere dhe përdoret në disa formate të ndryshme, siç kemi 8 betësh, 16 betësh dhe 32 betësh. Atëherë faleminderit, kaq kishim për podcastin tonë. Shihemi herën tjetër.